Se po paraqet problem për Ballkan, lufta Iran edhe Izrael. Po. Çfarë po mendon që po paraqet më shumë problem? Problem se mund të më përhap me ardhë dhe këto, se është veç ka pret vëqiqi. Apo mendon se Me ndodhë dikun tjetër mu habit, botë edhe ai miro. me radhë se na? Po normal. Apo mendon shkaku i kësaj që kanë mërrit edhe çmimet në Kosovë? Po është e mëshme. Apo mendon se ka më rrezikuar edhe vendi jonë për shkak të çmimeve të mëdha që nëse veç ndodhen? Ja më rreziku ja, Veç çmimet më rrit. çmime. Po çdo luftë në botë ka implikime gjithkund janë në Evropë gjithkund. Luftat nuk sjellin kurrë dobi, nuk sjellin kurrë mirë as për atyre që zhvillohen pas atyre që implikohen tjetër ose reflektohen vende të tjera. Sigurisht që ka me pasojë edhe për këto dhe ka më reflektuar këto. A mendon se kanë më rrit shumë çmimet? Po nuk e di, nuk më thënë, po e di si ka me pas. Çdo zhvillim dikun tjetër në botë zhvillon me mendjen Kosovë, kjo dëmton Kosovën se kur ka tema të mëdha të hapne jashtë Kosovës, atë Kosova është metet jashtë zhvillimin ndërkombëtar dhe kjo dobëson atë pozicionin e saj diplomatik. Me siguri se po. Pse po mendon? Pse po mendoj se shteti islamik, ajo është shteti islamik, po këqyri me shkatër shteti islamik edhe që aty është puna kajtë. A mendon se po rritën çmimet tash nëse veç ndodh Po rritën për dhe çmimet, rrogat qashtu në met, unë pesim dalë pendi, 20 euro në rritë rrogat, se qashtu, me qatë pendian. Asë më mërim borën atë një marë.